Hajde dashur. Nuk e di s'mi kanë marrë mirë, s'mi ka bërë mirë ai doktori, ai plera. Hajde dashur, ullu. Përshëndetje, pse keni ardhur këtu? Përshëndetje, kam ardhur këtu për të bërë një intervistë pune, për të filluar punë. Okej, shumë Jam i interesuar, sekond fal. Më fal. Ule që ka bluzën së Jo të lut. Jo? Çfarë bën? Asnjë, më fal, është. Atëherë, do më thuash emër mbi emër? Atëherë emri im është Andres. Urdhro? Andres. Andres Kodra. 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 Okej, më pëlqen. Numri i gjoksit? Numri i gjoksit? Ç'lidhje ka kjo? Shaka, nuk ka lidhje. Atëherë, më thuaj pak, je e lidhur? Po ç'punë? Ç'lidhje ka me vendin e punës? Nuk shaka, po pjes kot kështu. Okej. Për të marrë vesh gjendjen civile. Jam e martuar. Mirë. Jam e martuar. Si shkoni me burrin? Po ç'lidhje ka kjo për Po vendin e jo, punës? të shoh gjendjen tënde psikologjike. Atëherë më thuaj, ke veshur brek? Më fal zotri, jam gatruar, dua të punoj. Po, ti do punosh sa hape mbyll këmbët do të kesh filluar punë, po nuk është problem, thjesht duhet i përgjigjesh sa pyetje. Lutem pak më etik. Ç'a tha shumë keq? Sa hape mbyll këmbët? Syt. Se kështu nga gjua dukesh mirë nga trupi. Të lutem. Më thuaj. Çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar juridik, mendova të fusja në juridik, sepse nuk ka shumë për juridik dhe thash mund të gjë vend punë lehtë. Drejtori në juridikut e njeh se ka mjek atë. Kem pasur. Ç'lidhje ka kjo? E njeh drejtorin? E njoh, Kaçin. Po ç'lidhje ka kjo? Sa mirë e njeh Kaçin? Mirë, po e njoh më drejtori ishte ai. Domethënë, nuk e di. Si të ka shkuar marrëdhënia me Kaçin? Po ç'lidhje ka kjo? Jo, po nuk ka lidhje, po them, kalojmë tek pyetjet e radhës atëherë. Pse ke ardhur të punosh këtu? Pse mendon se je aftë ta bësh diçka tjetër? Po nuk e di, domethënë, familja jon ka nevojë për një rrog tjetër dhe unë mendova, unë kam votuar për partinë tënde dhe duhet të zë vend pune. Se kështu më premtuan që kur bëra gjoksin më thanë do gjesh vend pune. Shiko si është muhabeti, ne nuk është se nuk jemi të interesuar. Ne realisht jemi të interesuar që ti të punosh, ëh? Po. Biles mua nga mendërish po më dukesh shumë e aftë për ta bërë këtë punë. Faktikisht po. Më jep një ushtrim. Heqje bluze? Po ç'lidhje ka kjo? A the ushtrim është për tricepsin. Është bën shumë mirë për Ushtrim për punë. Ushtrim për punë. Dua të filloj gazetare. Gazetare do të punosh. Po. Okej. Kam marrëdhënie të mirë me mikrofonin, jam e lirshme. Me çfarë lloj mikrofoni? Flas, mizë akullore. Edhe mizë dhe akullore. Po. Më pëlqen. Mos hyn detale, ti do të më duket sikur provokon tani. Ç'pun ke me? Unë të provokoj? Po. Më vjen keq. Atëherë çfarë Nuk do është të ishe, qëllimi. çfarë do të ishe gatshme të bëje për të filluar këtu e dashur? Po nuk e di, gjithçka duhet patjetër ta marr të rrogën. Të duhet shumë ajo rrogë. Po. Po sikur të bëjmë një intervistë pak më intime të provoj kështu se si funksionon në studio. Kam një studio, është në katin e 13. Po. Është ka një krevat, kështu po dua të domethënë kemi bërë kështu ambientin tamam sikur është shtëpi. Është si shtëpia jo, tamam, si dhomë. Që të ndi, për të lutem, çfarë misioni bëhet fjalë? Tani nuk është vendos eksaktësisht se çfarë emisioni do bësh ti. Po. Po në varësi të performancës që do bësh, do të jepet dhe emisioni. Të mendohem, po më fal zotri, po më dukeni pak pervers. Perversun? Po. Dhe ti e ëngrës sepse unë të kam përgjuar. Dhe Jo, do të bë, fillon punën, nuk ka problem. Jo, të lutem tani se unë kam 4 kalamaj, jam e gjithë shoqëria ka vlerësim për mua. Po të të vitur. E gjithë shoqëria ka vlerësim. Po të vitur. Kam vënë ndonjë shenjë unë ty që ngjaj perverse? Ku të dha shenjë? Jo, nuk më dhe, nuk ka problem. Nuk ka problem. Vje keq tash shef. Të lutem, nuk ka ka problem. Të dha shenjë perversiteti? Do fillosh punën, nuk ka problem. Më vjen keq. Do fillosh punën. Po të lutem tani. Po të ta nxjerrësh tani këtë. Urdhë? Po se ka një shoqëri të gjithë që ka vlerësim. O zotri, të lutem. Më vjen keq. Edhe pak a shumë kështu funksionon. Dikush ofron diçka më shumë, se nuk është se kjo është gocë shumë e moralshme që e ka nxjerrë këtë video. Jo, po ishte kastile për ca, ta kuptojnë vetë ato që... Tani, kështu është muhabeti, kështu funksionon në rëdom, tazi më pëlqeve Mateo në rolin e femrës ishe spektakolare, nuk e di kështu e ke nisur punën këtu me mik? Faleminderit. Jo.